Nëna e besimtarëve, Aisha Amu Abdullah, transmeton se i dërguari i Allahut paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: një ushtri do të niset të sulmojë Qaben, por kur të arrijë pra një toke të shkretë, e gjithë ushtria do të fundoset nga fillimi deri në fund. Aisha thot se e ka pyetur profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të: o i dërguari i Allahut, përse të fundosen të gjitha kur midis tyre mund të ketë njerëz që kanë dalë për tregti dhe nuk kanë ndonjë qëllim të keq? I dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, tha: ata do të fundosen të gjithë një herësh, ndërsa në botën tjetër do të ringjallen sipas qëllimit që kanë pasur. Mësimet që nxjerrim prej hadithit: veprat fitojnë vlerë sipas qëllimit. Ata që kryejnë një punë me qëllim të mirë do të shpërblehen, kurse ata që bëjnë një vepër të keqe pa dashur nuk do të dënohen, sepse qëllimi i tyre nuk ka qenë i keq. Qëndrimi mes të këqive bën që numri i tyre të duket i madh dhe në të njëjtën kohë bëhet shkak i shtimit të tyre. Ata që nuk qëndrojnë larg të këqive do të përjetojnë të njëjtin dënim si ata në këtë botë.